Në Washington u zhvillua takimi i Bordit të Paqes, një organizatë e themeluar nga presidenti amerikan Donald Trump. Në aktivitet morën pjesë disa drejtues shtetesh, mes tyre presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili mbajti edhe një fjalim. Pas përfundimit të mbledhjes, Osmani dhe Rama zhvilluan një bisedë me presidentin amerikan. Më pas, presidentja e Kosovës dha detaje për këtë takim. Gjatë fjalës së tij, Trump përmendi edhe raportet mes Kosovës dhe Serbinë. Ai u drejtua Osmani duke i kërkuar që ta kontaktojë në rast se shfaqen probleme. Mirëpo për këto zhvillime kanë reaguar mediat serbe. Gazeta Blitz publikoi një artikull kritik ndaj presidentit amerikan, duke ironizuar deklaratat e tij për rolin në ndaljen e konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë dhe duke cilësuar paraqitjen e tij si të dobët. U mbarsmalje polli 1000. Trump mburret se i ka dhënë fund 8 luftrave, përmend edhe Serbinë. Jap se performanca e tij është shumë e dobët. Është ky titulli i publikuar nga Blitz. Në tekst gazeta shkruan: dje në takimin e Komitetit për Paqe, Trump u mburr edhe një herë me suksesin e tij në ndalimin e supozuar të luftës mes Kosovës dhe Serbisë. Artikulli thekson gjithashtu se në këtë takim nuk morën pjesë përfaqësues të Serbisë. Ngjarja në Washington u pasua me reagime mediatike në Beograd, ku fokusi u vendos te deklaratat e presidentit amerikan dhe pjesëmarrja e përfaqësuesve nga Shqipëria dhe Kosova. Ndërkohë, këshilltari i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Kreshnik Çollaku, ka zbuluar detaje nga biseda që zhvilloi Donald Trump me Edi Ramën dhe Vjosa Osmanin. Çollaku poi se 3 liderët kanë folur për gjyqin që po zhvillohet në Hag ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Unë konfirmoj se biseda private ka qenë lidhur me drejtuesit e UÇK-s në Hag. Janë diskutuar tema sensitive dhe të rëndësishme. Mendoj që nuk është koha për t'i bërë publike të gjitha. Presidentja do i bëj publike në një moment të dytë, për të mos lënduar proceset, tha Çollaku. Sipas tij, Trump është një president i paparashikueshëm, kështu që mund të ketë surpriza pozitive. Ne parashikojmë takime të rëndësishme politike dhe do të ketë lajme shumë të mira, paralajmëron Çollaku.